Placirat kamnet här respektun e shundonet hajdi kamnet me sinamenca nota lase Radio Romana Vazovske shullet të havtrin MHz të një Facebookeski rafin Radio Romana Vazo. Ka dikjere e emisiano ramje projektesko Zora Liperi zikime kombëtetjen guani Kosova, mashkaro majlaço të bera beruno aksesi ano buk jako trego, kosto financirimo kotare austriaki avansi paski agencia e fondjencar e austriake Ketani butikeri pa vash avansipe, ta je kotore financirimo stovi kotar Save the Children, ta implementing gjolla kotar o nevo koncepti. Tema stov registripe që haurengo ano anglo funduno ta mashkaruno skoluipe, ta misafiris ano studio siamen o Rajo Muhamet Elshani, kostov koordinatori e projektesko. Përshëndetje, zotri Muhamet, faleminderit shumë që keni disponim me realizu një emision për një temë shumë të rëndësishëm që është regjistrimi i fëmijëve në mësim parafillor, klasor dhe në shkolla të mesme. Faleminderit ju. Po kalojm pak a shumë një përmbledhje për projektin, pastaj me pyetjet që i kemi të renditura. Po mirë është që t'ja rikujtojmë edhe dëgjuesve dhe shikuesve tanë lidhur me projektin e juaj që jeni të implementuar më shumë se 2-3 vite më së kalosh. Po. Projekti ADA ka filluar qysh në vitin 2023, në tetor të vitit 2023, dhe vazhdon deri në shtator të vitit 2026, ku kryesisht ky projekt është shtrier në disa komuna, ku kemi qenë, do të thotë ne si Nevo Koncept kemi qenë implementues së bashku me një organizatë tjetër dhe Save the Children. Ky projekt në kuadër të Nevo Konceptit në partneritet me Save the Children është shtirjen e komunën e Prizrenit, Gjakovës dhe të Fushkosovës, ku kryesisht ka pas me qëllim të punoj me nxënësit e komuniteteve Roma Shkëlqi dhe Gjipjan, familjet e komuniteteve Roma Shkëlqi dhe Gjipjan, si dhe me nxënësit e komuniteteve në shkollat e mesme profesionale. Por sigurisht, si gjithnjë, në kuadër të këtyre projekteve, pavarësisht që janë për komunitetet Roma Shkëlqi dhe Gjipjan, janë të përfshirë edhe pjesa shumicë, duke pas parasysh për një integrim më të mirë dhe një gjithëpërfshirje në aspektin shkollor, po edhe në aspektin e përgjithshëm të projektit, të çdo projekti, po edhe të këtij projektit të financuar nga ADA dhe në bashkëfinancim me Save the Children. Po kalojmë tek pyetja e parë, cili është qëllimi kryesor i fushatës për regjistrimin e nxënësve në shkollë. Qëllimi kryesor i fushatës ka qenë regjistrimi i fëmijëve në shkollë në kohë, të pas parasysh që gjithnjë familjet e komuniteteve Roma Shkëlqi Gjipjan ka raste kur i vonojnë për regjistrim fëmijët të tyre në shkollë. Në këtë rast, ne si Nevo Koncept, ashtu se edhe viteve të tjera, kemi dalë fushat derë më derë, kemi pas fushat mediale, kemi pas fushat përmes institucioneve në shkolla, takimeve me prindër, por ajo që mbetet të theksohet është fushata derë më derë, ku paraprakisht, para se të filloj afati regjistrimit, ne kemi bërë një identifikim të gjithë familjeve të komunitetit Roma Shkëlqi dhe Gjipjan, të cilët posedonin fëmijë për regjistrim në edukim parafillor, klasë parë, po ashtu edhe për vitin e parë të shkollës së mesme. Përgjatë kësaj fushate, ne kena vizituar të gjitha familjet e këtyre komuniteteve, duke i informuar për sa afërmin lidhje me regjistrimin, po edhe me afatin kohor për regjistrimin e nxënësve në institucionet shkollore. Cilat dokumente janë të nevojshme për regjistrimin e nxënësve? Besoj që i keni treguar edhe prindërve, po cilat janë që mi treguar edhe përmes këtij emisionit edhe një herë? Po, dokumentet për regjistrim, ne zakonisht shkojmë në bazë të udhëzimit administrativ, po të e pas parasysh që shkollat me shkollë, komuna me komunë ka pak dallime në aspektin administrativ dhe shumica në rasteve kemi vrej që shkollat po ju lehtësojnë nxënësve edhe familjeve të komunitetit, po edhe të familjeve shumicë për regjistrimin e fëmijëve në shkollë. Kryesisht dokumentet kryesore të cilat po kërkohen për regjistrim në edukim parafillor dhe klasë parë janë ekstrakti i lindjes, është pasaporti i vaksinimit, si dhe adresa e saktë për eventbanimit. Në këtë rast, në ekstrakt është cekur adresa, por se po e kërkojnë edhe një fakturë ekstra për me vërtetu ose eventualisht që
nëse ndonjë familje është me qira, atëherë po kërkohet edhe kontrata e mes të qiramarrësit dhe qiradhënësit për të vërtetuar adresën dhe për ta regjistruar në atë shkollë ku e vizitojnë. Zakonisht këto janë dokumentet të cilat kërkohen për shkollat në edukim për edukimin parafillor dhe klasë parë, kurse në shkollimin e mesëm kërkohet ekstrakti i lindjes, kërkohen dëftesat të klasave 6, 7, 8 dhe 9, kërkohet dokumenti i testit kombëtar që është përfunduar dhe pastaj mbas të këtyre dokumenteve regjistrohet dhe pritet në do të thotë në ritestimin për pranim në shkollimin e mesëm. Do të thonë kanë edhe një test, një provim, do të thonë pranues, okay? Në shumicën e shkollave kjo po ndodh. Si është puna e afatit, do të thonë ka përfunduar afati apo është akoma që i hapur për me regjistru? Kryesisht afati për shkollimin e fillor dhe shkollimin klasor po hapet me çdo herë dhe mbas të udhëzimit administrativ është që hapet me 15 maj dhe përfundon me 20 qershor, por në të pas parasysh që ka familje edhe nga radhat e komunitetit por edhe nga pjesa shumicë që pak mund të vënohen në regjistrim, atëherë çdo shkollë këtë afat e hap 15 deri 20, por gjithsesi edhe pas 20 qershorit deri në përfundim të vitit shkollor bëhet regjistrimi në shkollë, por është edhe një afat tjetër 2 javë para fillimit të mësimit, do thotë 2 javë e fundit të muajit gusht, është edhe ai afat i cili pranohen nxënësit për regjistrim deri në sistemimin e tyre në gjitha klasë. Kurse në shkollat e mesme është zakonisht nuk kemi data fikse të cilat hapen për shkak të provimeve të arritshmërisë, edhe në këtë rast pritet të përfundojnë ato dalin rezultatet dhe pastaj hapet thirrja. Por zakonisht gjithmonë është nga i 3-ti, 4-ti korrekt deri me 8, 9, 10 korrekt, që kjo periudhë varion do thotë kur hapet thirrja për regjistrim në shkollimin e mesëm. A ka ndodhur me thonë këtu te mësimi klasor, do të thonë me qenë se datat e regjistrimit janë 15 maj 20 qershor, a është normalisht më mirë të regjistrohen në kohën e dur, sepse pastaj mund të klasat të mos kenë vende, do të thonë pastaj ndoshta duhet me formu apo nuk e formon shkolla, ndoshta duhet me ndryshu shkollën vetëm për shkak të vendi që mundet mu ka një zonë në shkollë. Apo a ka numerikisht, do të thonë si shkollat e mesme që më duket deri me 30 nxënës, disa klasa me 24 nxënës dhe pastaj nuk marrin më shumë në klasë. Është shumë e rëndësishme regjistrimi i fëmijëve në shkollë në kohën e afatin e caktuar në bazë të shkollës që e hap, do të thotë 15 maj 20 qershor, për arsye sepse atëherë është një parapërgatitje e shkollës edhe sistemimi i nxënësve tek mësimdhënësit edhe e din sakt pasqyrën e sa klasa do të formohen në edukim parafillor dhe në klasë parë. Nuk është e përshtatshme për shkollat regjistrimi mas këtij afati. Për arsye sepse është një punë shtesë për sistemimin e këtyre nxënësve. Por në anën tjetër, sidomos për familjet e komunitetit mashkull egjiptian, është shumë e rëndësishme me i regjistru në kohë fëmijët, për arsye sepse e ki një hapësirë ku mund ta dish cilën mësimdhënës do ta ketë fëmiu, ose në raste të tilla mundet edhe me u ndru mësimdhënësi mbas të marrëveshjes me shkollën. Por kemi pas raste që edhe më herët që ka shkuar deri te klasë të segreguara që një ndër ta ka qenë edhe ky qëllim i regjistrimit të vonshëm të fëmijëve në shkolla. Do të thotë shumica e nxënësve po mesin në klasë të caktuara e pastaj po merret si diskriminim ose diçka e qëllimshme. Sepse në këtë periudhë vetëm ata i krijojnë listat sa nxënës të komuniteteve do të jenë me një klasë edhe sa të pjesë shumicë. E në momentin kur kryhet ky sistemim edhe ka një numër të komuniteteve të shtuar për regjistrim, atëherë është një rrezikshmëri e tillë, sepse ose duhet me u rrit numri i nxënësve në klasa, ose duhet
me i shiku prej pjesës Shpërndarje shumicës, me kriju edhe një klasë, është problematike, pak sa themi për arsye ne sugjerojmë që regjistrimi të bëhet në kohë. Në kohë, ashtu. Normalisht që duhet edhe psiqikisht të përgatitet fëmia, jo të mos di deri në ditën e fundit ose në fillim të ditës së parë të shkollës të mos di fëmia që do të fillojë apo nuk do të fillojë në shkollë. Kjo është domethënë një mesazh për prindrit. A ka informata shtesë që qytetarët mund të marrin lidhur me procedurat e regjistrimit, edhe a ka edhe masa të veçanta për regjistrimin e fëmijëve nga Komiteti Ro-Mashkalit dhe Egjiptian? Ndoshta është fjala edhe për shkollat e mesme. Po. Tek pjesa e masave nuk ka masa të veçanta, përpos ekipit të përparandalim reagim ndaj braktisjes dhe mos regjistrimit në shkollimin e obliguar, do thotë ky ekip e ka edhe për detyrë me një çfarë mënyre të bëj një lloj fushate për regjistrimin e fëmijëve në shkollë. Përpos kësaj, do thotë si informata shtesë të cilat mund të marrin familjet e komuniteteve Ro-Mashkalit Egjiptian, munden të drejtohen në shkollat më të afërta të banimit të tyre. Përpos asaj, ne kemi edhe kemi pas edhe fushatën mediatike ku edhe përmes televizionit në nivele lokale, po edhe në nivel qendror, po edhe përmes radios juaj ku është bë thirrja për regjistrim në shkollim të edukim parafillor dhe klasë të parë. Ndërsa për shkollim të mesëm nuk ka do të thotë kësi lloj ekipe, pavarësisht përveç atyre shkollave të cilët janë vullnet mirë dhe dëshirojnë ta bëjnë ekipin për parandalim braktisjes dhe reagim ndaj mos regjistrimit, që dëshirojnë ta bëjnë atë ekip, sepse nuk janë obligative. Ajo është obligative vetëm për shkollën fillore, edhe shkollat e mesme e kanë një lloj fushate për regjistrimin, kanë ditët e dyerve të hapura, ku përmes atyre ditëve të gjithë nxënësit e shkollave fillore, kryesisht klasave të mëdha mund të vizitojnë këto shkolla, e vizitojnë të gjitha profilet të cilat i ofron këto shkolla. Përpos ofrimit të drejtimeve, ata mund të marrin edhe informacione se cilat dokumente kërkohen edhe mënyrat e aplikimit për regjistrim në shkollimin e mesëm. Në cilat komuna është zhvilluar kjo fushat? Besoj që në 3 komunat ndoshta ku edhe po implementohet projekti, po ndoshta statistikisht mund me na tregu edhe me shkolla, me numrin e nxënësve, ndoshta sa do pak. Edhe përpos fushatës së regjistrimit, a do të bëni tani edhe monitorimin e regjistrimit të këtyre fëmijëve? E di për shkollat e mesme gjithmonë që ka edhe një shans për arsye se edhe Nevo Koncepti edhe disa organizata tjera përgatisin një letër rekomandimi me disa nxënës që të regjistron mos të mbesin jashtë bankave shkollore, pavarësisht a e kanë kalu testin apo i kanë notat e dobta, pavarësisht prej drejtimeve që ato po kërkojnë. Po. Kjo fushat është zhvilluar në 3 komunat partnere, ku ne punojmë me projektin ADA, po edhe në nivel të neokonceptit është bërë edhe një fushat pak më madhore, do thotë duke i përfshirë edhe lagjat të cilat nuk janë të inkuadruara në këtë projekt. Do thotë janë zhvilluar në 3 komunat, po sidomos në komunën e Prizrenit është përfshi pothuajse i tër komuna e Prizrenit. Në aspektin e monitorimit, ne si projekt gjithmonë e kemi praktiku pas afatit të regjistrimit, do thotë përgjatë afatit e kemi bërë edhe ndërmjetësimin për regjistrim, pas afatit ne e kemi bërë edhe pjesën e monitorimit të regjistrimit. Do thotë vazhdimisht është bërë që nga dita parë deri në ditën e fundit të muajit gusht, është bërë monitorimi për regjistrimin e fëmijëve në shkollë, duke u kujdesur që të gjithë nxënësit të mos ngjeset asnjë jashtë bankave shkollore. Do thotë të gjithë ata nxënës të cilët i kena posedu në databazat tona të identifikimit për regjistrim, jemi munduar që të gjithë të jenë të regjistruar në kohë, por edhe ata të cilët kanë neglizhuar për regjistrim, ne prapë kemi ndërmjetësuar për regjistrimin e fëmijëve të tyre në shkollë. Do thotë ky monitorim vazhdon ende deri në ditën e fundit të muajit gusht. Pastaj, nëse eventualisht do të ketë nevojë, ne do të vazhdojmë edhe në fillim në javën e parë të muajit shkurt, të muajit shtator. Por zakonisht
në muajin shtator ne mbajmë kontakte të rregullta me shkollat, për arsye sepse edhe pas regjistrimit kemi raste kur familjet nuk i dërgojnë fëmijët e tyre në shkollë. Do thotë ata të cilat janë regjistruar në klasë parë apo edukim parafillor, po nuk i dërgojnë në shkollim, në mësim. Edhe për këtë arsye ne bëjmë një çfarë lloj monitorimi edhe matje në bashkëpunim me shkollat, edhe marrim informata të sakta se cilët fëmijë nuk po e vijojnë mësimin, të cilët janë regjistruar, dhe ne me një herë së bashku me ekipin për parandalim braktisjes dalim në teren, ne kontaktojmë familjet, bisedojmë me familjet edhe shikojmë mundësinë për startimin e mësimit të atyre fëmijëve. Zotëri Muhamet, ne kemi ardhur në fund të emisionit, por duke ditur që edhe në fillim e treguat që projekti juaj do të jetë aktiv deri në shtator, mos gabofsha, të vitit 2026, pra jeni afër fundit të projektit. Kisha dashur që në rekomandimin në mesazhin e juaj që të përfshini edhe nevojën për vazhdimsi të këtyre projekteve, meqense ju më shumë se 3 viteve që punoni në fushën e arsimimit, edhe është një prej tematikave më të rëndësishme ose të themi komponenteve që duhet të vazhdojmë me këtë intensitet e jo të bie për shkak të donacioneve që ditës janë duke shkuar në mos mbështetje. Po. Është shumë e rëndësishme qëndrueshmëria e këtyre nismave të cilat janë pozitive për komunitetet, po edhe për pjesën shumicë. Të pas parasysh që ne jemi veç pothuajse në fund të projektit, shpresojmë që të ketë edhe një vazhdimsi e tillë e projektit për arsye me e krijimit një qëndrueshmërie pranë institucioneve shkollore. Sepse të pas parasysh, sidomos me shkollimin e mesëm, pasi që kjo është një përvojë e parë me konceptin, të punojmë edhe me shkollat të mesme, sepse ne kena bë regjistrimin në shkollimin e mesëm më herët, por jo të punojmë direkt me nxënësit brenda objekteve shkollore të shkollave të mesme. Është shumë e rëndësishme shumë e rëndësishme edhe shkollat profesionale që keni pasur. Është shumë e rëndësishme pasi që në shkollat fillore ne vetëm kena zhvillu sesione mbi orientim në karrierë, sepse ne kemi një telashe si çdo nxënës tjetër, por edhe nxënës të komunitetit romash egjipian, ku theksohet më shumë problemi të këta, është orientimi në drejtimin e shkollimit të mesëm. Duke pas parasysh që një gjë e tillë duhet të jetë një lloj mësimi, një mësim brenda klasave 6-9 që me pas një portofolio për nxënësit ku ai ka talentet që duhet regjistruar dhe t'i japin konstrukte të sakta nxënësve për regjistrim. Prandaj mendoj që ky projekt ka qenë shumë i rëndësishëm, sepse i kemi orientuar shumicën e nxënësve të klasave të 9-ta për regjistrim në cilat drejtime kanë talente për regjistrimin në shkollimin e mesëm, edhe ka qenë një projekt shumë i dobishëm ku kemi pas vazhdimisht takime edhe punëtori sesione me prindër, ku e kemi kthy pak a shumë aspektin e vëdësimit që shkollimi është i rëndësishëm, edhe pa shkollim të mirëfillt ne nuk mund të përparojmë si shoqëri. Në këtë rast, si komunitetet romashkëllidh dhe egjipian. Faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit Muhamet. Faleminderit juve. Kam të respektune shunamne të dikavne me nalam pe agora mare emisijako, me samo kakera je karno rezime pre kalake emisija, e tema sineto izoralipe e rizikime komuniteti jengoani Kosova, mashkaro majlaču taj bera beruno aksesija në bukjako trego, koa financirin gjola kotara austrijaki, avansi paski agencija e fondjencar kotara austrijako, ketan di butikiripe, vash avansipe, taj je kotor sto financirimo vi kotar o Save the Children, taj implementimo kotar o nevo koncepti. Amari temas në registripe që haurengo në anglo funduno taj mashkaru në skollipe, taj misafiris në to Mohamed Elshani sar koordinatori a kale projektesko, komo taj ka projekti startinga pe ano oktombari e beshesko 2023, taj agorin la ano septembari beshesko 2026, taj sneto ano trin komune sar sto Prizren Gjakova taj fush Kosova ano verurut në skole. O res, shëruno res e kampanja ku vash registripeja një shkolla si to kaj savore të registringon në vahti, organizale vervrut në kampanje, kote e organizacija në koncepti kër po kërja se vudar po vudar, media, skole se institucije taj maladipja se kedipja e
dadallarencar, diklet e identifikinen so mai but çavore kotaro komiteti aro mashkali ta Egiptasia, bashte registringon ano jekto, ano fundunos kolipe ta ano deshu jekto, ano deshto klasa se mashkarutni skola. Кола ето на документија кај синето на мај махатне ја степена о мангле документија котаро институције, сиклипаске институције, ситон кај малабе тоа екстракти е биан ди паско, пасапорти е вакцинако, адреса е керески, ја се ек фатура кај аргументинла е адреса, тај десне кај си да е кира, дечко де манглабе вие контрата ваште леопекан, коте дживденла одеја чавор, ваш себеби кај пангјола, е локација кај манглабе те регистрингол ани од доја скола. Джика ани машкарутни скола манглабе екстракти, дъвтесе е шофте ефтато офтото тај инјато клясаке, тај нормали пејави од тести е националуно тести кај ситов кај вашо ресипе е чаворенго, тај напалон кувенано тести ваште ленон ано одола манглеш сколе. O vahti este pena o rok kana shajte registringos ne çavore stop de shupon što majji po bishto juni. Numai sa koja skola kela buti fleksibiliteteja i ni palokava vahti te startinen i ni anglo duj kurke pandar bi startimo o skolipe site pashargon te pena servisia gotaro skole vašte registringon o çavore ani skola. Numai ružinava kaj saren toven somai angle vahtea te registrin tumare çavore fash sebebi kaj Pea gorsar penga vio Muhameti shajte ovel segregacija, se bud çavore komitetien gero mashkali ta Egiptasia te registringon ek nevi klasa vash sebebi kaj astargiona o klase. Desara kalestar o informacije o dizutne shajtelen ani skola, taj normalno prekal organizacija neo koncepti sni interesimi, vash sebebi kaj on kerde kampanja in jano radio, kerde in janë të prezeni ke da stoje ke emisija, kote tume shaj informingiona, taj specijalune mase leluna kotar EPMRB, sa siton kaj on pratinena pose na kipe, shkolengo, çavorengo ani skola, vašte na açon demek ini sëske registringona si shansa no ekto çonta nakina in skola te açon pale. O aver mahatno butikeri pe organizacija kone o koncepti stov kaj on kerde buti nasada no kala trin komune ja se ano skole, on kerde buti ni ano avri nesave skole kola nas neto ninku adrime ano kava projekti, shajde penano sa prizreno taj kerna monitori pe palo taj jek dromea vi asisti pe sa kale registri pengo ano skola, taj on si te oven jek to gjitrean dato augusti ste diken sa kale çavoren pande ekver te na açol niko ani škola. Taj pe agor o mesazhi e muametesko stov kaj normali pere manglape to ovol zorali pe te penav stabiliteti a kale projektiengo feriso o skoliposto jeke maj mahatni temendat, haj desara kalestar nasadaje o anglo funduno skolipet, haj funduno skolipe, numaj inio mashkaruno skolipe, sarsine ano kao projekti o profesionalne skole, mangena jek maj baro te penav fokusi kota romano komiteti, feriso prekala kala ververutne profilja, o romane terne shajte oven te volole neve zanatja taj te kuen jeka forata ano bukja kotrego. Oven sa steso sinea mensar pešuni pepe dikipe.